Policia e Këlqyrës ka finalizuar me sukses një operacion të mirë organizuar duke arrestuar 2 të rinj, si autor të dyshuar të një vjedhje me forcë të ndodhur në 18 mars në një banesë në këtë qytet. Të arrestuarit janë Jurgjin Bramati, 22 vjeç nga Erseka dhe një 16 vjeçar, identiteti të cilit nuk bëhet publik për shkak të moshës së mitur. Hetimet intensive çuan në identifikimin e autorëve, të cilët dyshohen se kishin hyrë me forcë në banesën e një qytetari dhe kanë marrë sende me vlerë, të cilat më pas kishin tentuar t'i shisnin. Operacioni u krye në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë së Ersekës dhe atij të Këlqyrës. Gjatë hetimeve, policia arriti të zbulojë një ndërtesë të vjetër në fshatin Muzhan, ku të rinjt kishin fshehur një armë zjarri gjysmë automatike, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Përveç armës, u gjetën dhe pajisje dhe sende të tjera që ishin vjedhur nga banesa dhe ishin destinuar për shitje. Policia ka konfirmuar se operacioni është pjesë e përpjekjeve për të luftuar krimin në zonat rurale dhe për të parandaluar vjedhjet me dhunë. Ky arrestim është një tjetër hap për të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe për të vënë përpara drejtësisë ata që kryejnë vepra kriminale, thuhet në njoftimin e uniformave blu. Ndaj 2 të rinjve rëndojnë akuzat për vjedhje me forcë dhe armbajtje pa leje, ndërsa materialet hetimori kanë kaluar prokurisë për veprimet mëtejshme ligjore. Hetimet vijojnë për të përcaktuar nëse të rinjt mund të jenë përfshirë në raste të tjera kriminale.